shumë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe gjithë teleshikuesve që po na ndiqni edhe këtë fundjavë me emisionin Sing My Song dhe me mua Genta Cana. Si çdo fundjavë, ky edicion më i ri i emisionit Sing My Song pra rezervohet pikërisht për gjithë ata këngëtarë që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare. Edhe sonte në këtë edicion të ri të Sing My Song e kemi një këngëtar mjaft të njohur dhe me një bagazh goxha të madh. Sonte për ju në Sing My Song është Shemi dhe Ilirët. Qarkun me i thurkan bashkë legendarit ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj Tarsa vjet se shepre kazin vere qakun Tarsa vjet se shep drenicën Tarsa vjet dhe Mitrovicën Tarsa vjet dhe bylbylat qo Adem Po të thënë lullet e trandafilat qo Adem Po të thënë kangët të thonjë dhe trimat ho Adem Qo u shpejt mos rrit e varri thot na lopja qo se mjaf Ta thaliti balin toka qo se ti Të kërkone tanë Kosova o Adem Qarkun me i thurkan bashkë legendarit ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj E ti them se gjaku i ti është vetëria që ka ardhë Në Kosovë në brigje drinit kjo liri Ja kladiti balin trimit, ja kladit Bravo Shemi, bravo na kënë dis këtë skenografit mrekullueshme që kena këtu në Sing My Song. Mirë se na erdhe. Faleminderit që je bo pjesë. Mrekullueshëm janë. S'ka jetë pa ta definitivisht. Po saqerisht pa ta na s'kemi ekzistim. Jo, shumë e vërtetë edhe për këtë atmosferë. Faleminderit që po duar të rokisni. Po edhe nuk kam faj se me këto këngët e tua kumbës me duar trokit. Kështu që Shemi mirë se na erdhe në Sing My Song sonte. Edhe është kënaqësi shumë e madhe që të kemi sonte këto. Mirë se u gjej dhe vërtet po më pëlqen shumë kjo atmosferë që është kriju këtu sot. Kur më ka ftuar menaxheri, Lumi.
Tha, shka është aja? Unë jam mësu me super sfida e me ku ta dijun. Se ai ka punu në atë super sfide. Po. Dhe tha, hynë shikoje. Thash, po, do t'hi dhash me shiku se vërtet, edhe nuk... është akoma reshtë, kemi fillu tash mu familiarizu me gjithë që sigur po shkojnë gjërat e din, shka dhe shka, edhe nuk bon me shku edhe mu kompromitu drejt, po të rgoj. Absolutisht, sidomos për juve që keni një bagazh të madh. Dhe unë kër e kom pas madh. skenografin, s'kam besu që kjo bëhet në Kosovë. Thash, vërtet. Faleminderit shumë për këto fjalë, faleminderit për këtë kompliment. Na që edhe juna që po mundemi me ju servu edhe juve, do të thotë edhe me ju rikëthy paksa në kohë, me gjithë ato... Vetëm dishtë ata përmëndoj se këj menagjeri Lumi nuk u zënë mu më mrajt. Ja, se unë të rjetën punoj me te dhe gjdo ere edhe pse i kom dërprej, dhe të të regoj gjenta i kom dërprej këto... I kom disa probleme të cilat edhe i kom dërprej s'po shkoj shumë, por këtus muta me thonë ju. Ishte gjithë shka live e patë edhe vetë edhe në rikëtysh paksa në kohë me gjithë ato këngë, një bagazh gogjat madhë. Ato këngë të vjetra, edhe që shumë kanë përqi po... Shumë e vërtet, disa për tyre edhe ishin bojë remake, ishin ripërpunu, paksa me instrumente më më gjalla. Sa to kur kanë dalë të s'keqenes. Po, e vërtet. Qka me bo? E di se kom qinje, për që ta. Jemi kojshi, në gjuhëm qëto. Kom shi. Shime, ki bagazh, po thuj se 20 vite e ma tepër. I ke pas veç se 20 vjetë, ndoshta as 20 vjetë jo, kur ke fillu me këndu. Apo na kthem pak kohë dhe me na tregu Nish Jugoslavi, si ka qenë gjithë qka rreth muzikës. A ka pas cilësi ma shumë? Edhe me na bu një loj krahasimi me kohën e tashme. Ja, saj për këtë na përflasëm për zhanër rock, apo? Gjithsesi. Në këtë zhanërin të në atë kohë nuk ka pasë rock, thua se shqiptare hes. Ka pas shumë pak, të po? Shumë pak. Imi ka një 2-3 rockera kështu si me marre, në që dojmë. Me komplekse e ki fjallën. Po dhe natyresht, ne kemi kënduar ma shumë këngë të huja, kemi këndu këngë të grupe Jugoslave në atë kohë, s'kemi pas shka në përmrame, përse qështë na grupe i lirët, kemi qenë shumë të angazhuar në për të mrame të sociada, mrame të matura, e dina të vjetë, gjeneratat e vjetra. Dhe aty kemi kënduar çdo këngë të huja, deri në vitin 81-2 kur na shpërthej Roku, e organizum që atë bum festivalin e parë, që unë e kom organizuar. A ke pas druajtjen fillim kër je dalqem? Se mos, a ke pas ndoshta marre në atë ko për me dalë me një zhandër si që ka qenë Roku, ti e përmende edhe komplekset, po si ka qenë dalja ju të e parë në skenë? Po ka pas një dozë preokupimi, ma shumë theme, se si do të daljeme, se do të pranojnë. Në përflasën për këngë... Sepse një mas gogja e madhe ka pranuat muzike dhe ka dëgju në atë kohë. Jo, pasaj ma e murë me masat të gjera, por në fillim, që po të mire këtë, në fillim e den si me more, a do të pranojnë, ajo, se pa të mësu me muzikë populore, folklorike, ne kemi pas shumë të zhirë, unë të din folklorin, dhe si do të rrasë ti me ato, tash, kur ata e kanë mësu veshin me gjato, edhe si kurse që kjo konga që këndova, konga e Qo Adem. Kjo është një ndër kongët ma të forta tona. Po thëmë ku me pas probleme se mësu me shkur dhe fejzën, një ka mësu veshi. Po është këngë fantastike. Ishte rikëthyër në një mënyrë super bukër. Jo që është e jonave që vërtet e kanë punu dhe në moshat shumë mirë këtë këngë, edhe po thash, ne kemë tash problem se ju ka mësu veshi me atë këngën e shkundës po. Edhe pse aja ka këndu shumë bukur, aty s'ka diskotim. Pse, nuk është kushtë me kanë edhe një rock. E kanë kënu nimi vetë, edhe atë si Gjamadanin, edhe na e bënëm ashtu si... Shimi, për këto 20 vite karierë, tregom, a ndihesh, sepse ke arritë gjitha majat, gjitha sukseset në muzikën shqiptare, a ndihesh i përmbushur nga gjithë këj sukses, apo ka mbet edhe diçka mango që thojnë me jetën e Shimit? Unë edhe sot them ku shkoj në studio, mujna në edhe ma shumë. Gjdo herë, antartë si kom këtu të grupit, ata të këshin të regu. Unë e kur s'knaqem me pak. Gjithë mund them se mundemi ma mirë, ma shumë. Edin, dhe do me thonë se kur s'kom qenë 100% i knaqër. Edin, kur e kemi bo kongë të mdoja, jo Gjamadani, via, jo edin asi, që ju dalë shumë bukurës. Por gjithë mund këmë thonë, na mundemi edhe ma shumë. Na mundemi edhe ma shumë.
Që do të se edhe këto ja u preferoj edhe të rive që mos knaqen me pak, hajtë se e hanë pazari, në që kim në të Po. duhet. Po kuj duhet mi ju falenderu Sheme për gjithë këtë karierë edhe muzikën edhe në fillim? A ka qenë iniciativa jotja fillimisht, personale, apo ka qenë dikush tjetër për mbrapa që ka bua qtymen edhe e ka shti Sheme në skenë? Une kush s'ka andru që unë kom bua kantor, une kom lujtë futbol. Futbol në kom deshën, po, natërisht ma Dështë ajo krejt malla jonë, ka qenë në rëtuar me futbolista. Me Akin Sanë kom lujtë futbol, me Mizjena, me Akin, kur, ata e në qutitën, edhe se unë vështë futbol kom lujtë. Por më thanë që, edhe që a tha, ti dha për futbol, si e u dha morë, ku tha, po t'i s'ka Po me urit të në ko, a kështë pas dëshirë prap me vazhdu me sportin, me futbolin, apo me qëndru me muzikën? Une, sinqert përdo me dhe tash e du shumë futbolin. Edhe tash shumë e du futbolin, por... A kështë mujtë para më vetën si një futbolist, nështë ta me nome dhe... Andër e kom pas më bo futbolist, pas... Andër ku e ke pas me lujtë, në cilin e ke? Mirë, në fillim me qenë në Prishtinë, ma pas tajmë, unë ekipim është Liverpooli, nëse me nënë ta tjashtit. Liverpooli, pëse na këtë... Liverpooli me Jürgen Klopp. Na këtë muzikontat jemi, muzicinët jemi për Liverpoolin se për shkak Beatlesave, që kanë qenë grupi Beatles. Krejt gati muzicinët atë janë me Liverpoolin. Kjo ke për Liverpoolin, një ekipë gogja simpatike. Unë e tash... Që simpatike? 22 pika i ka për para. Po shumë e vërtit, po që mu më duken shumë simpatik. Unë jam me kriti të tërkon, po që i du shumë edhe për cili. Jo, veç kur në dështa nuk jemi, besom, jo. Për me thy pak këtë atmosferë, unë e kësha pas qef me shku me një kong një herë, fillimisht, edhe mu këthy prap me muhabet këto. Atërë tani është koha të shkoj me pak muzikë, e kemi Kastriot Grajqevcin, Kastriot, s'kena për ty. Mes nata troket, programi mbaron, në shtëpinë e saj, premiera fillon. Ditët për weekend, shpirti jetë vet, rastin e shqytëzon me dosti më tret. Në si kur në tonë, është natë vonë, në një një net, Casanova shpikon. Hej, rasti lindur për ne, është vetëm për ne. Nuk do deri në jetë, dhe ja ku më ke. Eshtë, ty të neshtë, dikush po të ketë. Nëse mami vjen, vajali për ne. Heshtë, ty të neshtë, dikush po të ketë. Nëse mami vjen, vajali për ne. Plazma keks, qaj për mëngjes, Casanova shkon, hej, Casanova të vjen. Në zdo rast, për zdo weekend, numro deri në vjet, dhe ja ku më ke. Heshtë, ty të neshtë, dikush po të ketë. Nëse mami vjen, vajali për ne. Eshtë, ty të neshtë, dikush po të ketë. Hej, nëse
Faleminderit shumë Kastriotit që na sjellni një atmosferë goxha të mirë këtu në Sing My Song. Në bazë s'ka lidhje. A s'ka lidhje? A vetëm se e ke të familjes, djalë të motrës në këtë rast. Jo, tregom tash në cilësinë e profesionistit si të do performanca e Kastriotit në skenë. Unë po them në këto kemi përgatitur si artist. E unë gjithmonë e kam shikuar si artist. E ditë se por ai më thoshin se ka fillu me këndu ashtu të merret me këndim edhe mi kërkon të tekst kur ka qenë i ri. Edhe vërtet po them bukur e ka fitu një në përmbrëmje në për neja na shishtojnë shumë mirë po kalon. Shumë mirë po kalon. Çajo më rëndësi. Ma shumë është live këngëtar se kështu. Në live është shumë i mirë, domethënë atje ku shkojnë këta që një muzikë, ai me këngë të lehta kështu i preferon më shumë, veç që e ka fitu një popularitet. Bravo Kastriotit, ne i dëshirojmë shumë sukses e Kastriotit, sepse e bukra muzikës sheme mund besoj që është muzika live edhe për atë arsye po keme edhe paksa ngecjet e këngëtarët pasi që ajo është e bukra muzikës. Live nuk krahasohet me playback as edhe një herë, kështu që të tregoj diçka. Keni drejt. Unë të edhin që ku moni pauzë gjatë 10 vjeçare. Unë po thëmë unë kërë më rëkëthyje, ku më thonë, ajë një mërë normal. Si mu një mërë ashtu. Unë e vetë po kënoj ashtu t'i gjenta. Nga një herë të imponohet sheme. Jo, nuk mund është gjenta e që ju si dini do gjera që shkajnë prapa shpinës ju e. Ti mund është të me forë që të duash këto, se ki këtë skenografi. Atje, për shembull, ti shkon në një kafeteri 200 vetë. Si munaj me ta pagu të i zërimin 700 euro. Së mundet kur. Së mundet ty me të pagu. Dhe me thonë, nuk pe kuptoni, se na krejt jemi për laj. E tash, nëse ti merë një zërim të dobet, aty njët qatë shkeq. Sa që edhe këngëtari ma i mirin do shta do të bje në nivel të shumë. Po, mu pare me më thonë edhe ma shumë, se që kam honorarin tim, unë nuk dalë ashtu. Dhe me thonë se prapo është ma mirë, unë e kombinoj. Unë e zalë playback. Ja, unë e kombinoj vetëm, dhe po dalë shumë bukur atje. Dhe tarë mos ta lodhi ty kokën si dalë. Po jo, po është e mirë ndoshta edhe për shikuesit cilët i frekuentojnë këto mbrëmje, ahengje dhe definitivisht zërimi është gjithçka çka i duhet një këngëtarit edhe ajo është më me rëndësi ndoshta. Natyrisht, unë po them pas zërim ti nuk mundesh na unë, po çesh harokë, si folni, mos folni hezbile. Si thoshin këto plakat mos e llugave. Hes mos as laknave. Do me thonë se na kongën pe dim, po zonës po na shkojnë. Do me thonë. Mirë, të dhejme pak të kënga që e kënoj Kastrioti Kazanova. Po, është një këngë të goxha e vjetër, edhe ka qenë fillimet e vitit sheme... Aja ka qenë vitim do këtë 1983-4. Para se me lindune, do me thonë. Jam vizë linda. Do me thonë se, po, 93-4 ka qenë Kazanova ka qenë tingulli, por ashtë të themë rock, që edhe në vërtet ka qenë në rock, kongë rock, edhe pas gjuhë interesim se jasakon shumë, mu livdu pak vete ku në bëhë kërë të kongën. Kazanova, po a i inspiru për dikujt e po vetë këshin Kazanova dhe ti në kone e viteve 70 atër. Mos i logë në. Okej, po e tërheki këta. Po mirë ti nëse ti je krimtar, shkruun, ti inspirohesh nga diqka, po. Ti e din mallën tonë ka pas shumë femrat bukra, ajo lagja jone ka 4 lullat atje, s'ke mutën me qenë edhe gjakëfton. As inferior, beza? Jo, natyrisht. E kjo këngë do të thotë e ka shkrujt vetë Shemi. Po. Në atë kohë do të thotë, edhe është prit goxha mirë nga krejt masa edhe... Në atë kohë ka qenë shumë e popularizuar. Po, është këndu në për gjitha koncertet që i ke marrë në atë kohë Shemi. Po. Ato, ajo ka qenë, jo ka një, ka 2-3 orë duke me përstërit. Ka qenë shumë këngë e bukur. Shumë këngë e bukur. Mirë Shemi, shkojmë tani, është koha të aftojmë në skenë Arta Eleze me një këngë të Shemit dhe Ilerve. Sheku jam shqiptar, e kur më në
Faleminderit shumë Arta për këtë këngë të mrekullueshme që e solle sonte këtu të Shemi dhe i Lirëve, një këngë goxha me famë, edhe goxha që do të dëgjohet gjenerat pas gjenerate edhe ndoshta... Qamadani via, via! Është Kosova! Se mu së më shkënzoni, se me gjithë që në dhone këngëtari isha bo. Bona këngëtare. Veç vetë nësit me këndu edhe s'ka problem. Po, njërin e pak që kom e thi në telefon kime qenë ti. Faleminderit, ndoshta një përpunim i vogëlizorit edhe me lansu një spot, pse jo. Këthejmi të kënga Gjamadani Via Via, shemi një këngë goxha që ka marrë jehon të madhe, si në atë kohë, si në këtë kohë, edhe në të ardhmen, një këngë e pavdekshme, ndoshta e juaja tregon ma shumë për këtë këngë. Çka mund të na thuash për këtë këngë? Unë të them që me ka thënë një kolegë, nuk të përmeni emrin, se bilim dash me ditë edhe nuk e mirë me ta. Po që jam ka thonë edhe pse se mirë me ta. Tha, une ko me shit ma shumë se ti CD-ja. Une ko me fitu pare ma shumë se ti, aj me thot mu. Në Shqipni, në Tiranë. Une ko me bo këto ma shumë se ti. Une ko me nejt me femra ma shumë se ti. Une këto, 100.000 përmeni. Falë mërë bunë më ku pe qëtë. Tha po në tha, kur nuk me hi misari. Tha, ati ki me hi. Ati ki me hi, bravo. Edhe definitivisht me këtë këngë, Shemi edhe grupi i Lirët kanë një histori me këngën nështë matë famshme dhe matë mirën. Vërtet, po edhe unë mendoj ashtu se kur nuk mu ka bo bajat sa e këndoj. Ka 4-5 herë në mramje, kur shkoj në për neja, në për asi. Kur bajat nuk me bëhet. Interesant. Shemi, tekstin të regona ma shumë për këngën edhe që shka artë deri te... Tekstin e ka shru Zefi, Zef Qurba, Qobam, Pachaliku e ka shruar tekstin. Në cilin vit ka qenë? Kjo këngë, na e kemi editu në vitin 1997. 97. Më duket se 96 në ka... Para se me fillu ajo kriza edhe luftën... Po, para lufta, qa është. Unë e po thëmë, aje ka qenë... E mbaj me unë në nëntetoj mi kanë gjatë luftës. E shkova në Shkup, atje që kanë ajë Blaca, që i lipshin familjarët. Blaca, Bekresht. Po, që me li familjarët të familjes, atje të gruës, atje. Që stë... E kam pas dhe transistorat vogël asë. Gjdo një ku e veçëm në atë kongë e kom dëgju. Para me ndoni qëfar emocioni ka mundur t'jetë në atë kohë të vështira edhe me ndëgju këtë këngë që edhe nuk më njef, askusht më njef. Po, askusht më njef. Unë e eci ati krejtë ata veç në shatora. A këngën do të t'jujen që e ke interpretu? A e kënëshëm gja, unë isha i preokupuar me këtë, me sërat në betën edhe prindet këto e... Dhe më thonë, isha vetën këtë metat, ata non-stop që atë kongë e gojshin, Gjamadani Via. Ama nuk ka dhe këngëtor që nuk e këndon këtë këngë? Po, krejt. Qoftë në rramje, qoftë në nahenjë ndryshme? Po, ja, kjo u bo, vërtet, kjo u bo. Sepse ka marrë definitivisht një... Kjo ka marrë masa, gjera, unë e bilim kam njerë të në shaka, them, vesh shkijet halese kanë... Sërbet, unë falë, sërbet. Ndoshta edhe sërbet e kanë dëgju edhe din këtë këngë. Edhe ata na thujnë edhe shqiptari, edhe na muna mi thonë shkijet, hajtë. Mundemi me i thonë, pse jo, na lejohet gjithë shka, apo jo? Se na gjithmonë, edhin që gjithmonë edhin lëshojnë ape, jo s'po lëshojnë ape. Ja, ma eq. Shimi po thotë mos me lëshu pe, na si më një do të lëshojnë pe, atëherë është koha të aftojnë... Ka arë njani që mos frigohem që shë pe. Qaj që e kom desh gjithë, që kur nuk kom e lëshu pe, është Albin Kurti, as kur tjetër. Albin Kurti, pra, mirë. Të një shkohat aftojnë pra në skene, kemi Besim Bunjakun, Besim në skena e Sing My Song është për ty. Ishte shumë e vërtet, të besova ti e mbite një jet. Nëse të shok do një dit, do t'a dhe veç një fjall, sa t'jam gjallë këtë jet, kur s'kam për t'a fall. Si kur trupi pa shpit, pa ty ta shkape, sa shumë të kam dasht, e ti më arrove krejt. Si kur
tash kam vet, sa shumë të kam dash, e ti më harrove krejt. Sa shumë zemra e sa shumë dashuri, nuk janë bashk në këtë botë plot lakmi. Veç ata më kuptojnë që kam dasht me gjithë shpirt, dashuria ime prej teje se ka prit. Si kur trupi pa shpirt, unë pa ty tash kam vet, sa shumë të kam dasht, e ti më harrove krejt. Si kur trupi pa shpirt, unë pa ty tash kam vet, sa shumë të kam dasht, e ti më harrove krejt. Si kur trupi pa shpirt, unë pa ty tash kam vet, sa shumë të kam dasht, e ti më harrove krejt. Trupi pa shpirt, vërtet një këngë e mrekullueshme, me që ishim të folë për Albinin, edhe Albini ka qenë një goxha rocker në kohën e ti. Me ato flokët e gjata dhe... Ka qenë shumë... Kjo ndashta është edhe një arsye pse simpatizoni, apo... Jo, vërtet, une pas presidentit Ibrahim Rugova, une kur ma idol politikë s'kom pas. Ato e kom pas edhe shok. Albinin nuk e njof shumë. Me që jemi, po du me të ndërprej pak shemi, me që jemi të ish presidenti djerë Rugova, a ke pas përkrahje prej ti, sepse kam dëgju që ka përkrahje goxha grupe të rokut në atë kohë dhe i ka pëlqy shumë roku? Unë të ja kësha, këtë se kom të regu kur, tash do të të regoj nëse më lejon, nëse ka... Gjithse si për ekskluzivitet e kemi të shire dhe ne. Apo do me di që kom njëftu Ibrahim Rugova. Paras më vo kryetar. Ishim ne kena përnu në kuadrë të shoshisë Rami Sadiku atëre, kuadrë, edhin se atërë s'ke guzu me knutit dhe me dalë me knutit dhe ashtu anë unë e grupi i lirët. Edhe me thirë, me thot, aj sekretari shoshisë, thot, të kanë thirë atje, tha, në rektora, tha, me shku, tha, një mrame a qadreqi dije, tha, bërshka atje këqërë. Atje, tha, lajmëro atë të kalëzojnë. Shkoj atje, thot, ku, thot, thash, për një mrame, thash, një kryetari i shoqatës, një kryetari i shkrimtarve, atë qka drejtë që thash dive se më kanë thira. Tha që atje thash ka. Shkoj që edhe po të trokaj stap, e hapi deren, a i ka qenë njeri ju, kështu i këthuj me din, flok të deri këtu. Mish di thash këm gabu, edhin, këm gabu. Tha, pse kam për kërkon? Thash, po një shkrimtar, kryetar, thash një... Hajde, tha këtu. Ule këtu. Me ta shkurtu, lapa, duhet të mrame, e këtë Jugoslavis në atë kohë, se kjo ka qenë kryetari shqimtare. Edhe e ka një mbledhje këtu në salën e kuqe, më bëra. Tha, të ki me knu, tha, ty, tha, kini me knu, tha, që ato kongë, thash, do Evergrina. Evergrina, din që se atër u konë që aso kohë, din, bitër që vë. Tha, okej, tash, paso, e që e ka qenë Ibrahim Rugova. Që pa, kryetar. Ta se ku përë, veç familës se ku më të regu. Kur dojë se ku më të regu ishë. Edhe, shkojnë atë natë e bajnë e krytë më bramjen. Ma sa viteve tash, a i bërët krytar dhe, që këta tash për ndërlidhën ata që theti sa ka pasaj kujdes. Na thirë kajtë e neve më na përgëzu që për mbajna jetën kulturore. Edhe na ka, edhe pse kishte 100 punë tjera, po, kur se ka në mbra pa asë këtë, a i ka qenë gjithashmë bre. Pa është i njëti tretman të këngëtarët e vjetër, qofshin ata rocker, qofshin ata të muzikës popullore, tretmani i njëjtë nga qeveritarët, apo qoftë edhe dikush i... Në ministri i arsimit kulturës sportit, ose? Për këtë kohë nuk do të lasë, po me dojë,
tash më bo fraksione të mos jenë më bo politikan tash. Edhe se cili ngrihen anën e vetë. Do më thonë tjera, atëre ka ndryshe. Presidenti Rugova nuk i ka ndohë kur. Krejt i ka thirë, të gjitha sferave, edhe rokera, edhe vetëm dirta me thonë, Sabri Fezlor në prezentoj neve krejtve aty, kushimi i ardha si. Ta shemin tha e një. Unë isha në fundi, bile mu më shefsha, përbes, më marrë këtë dyqysh si turp, si zdi dyqysh, si për, tha shemin, se i ka kujtua jo, edhe tha, shemin tha e një. Mirë se dullem edhe tjetër kun. Albin Kurtin, thash, Albin Kurtin nuk e kom as shok, as nuk e, se dikush do të mendoj se e kam, jo, fare, një kontakt më do këtë e kom pas me to, e që ka bo më ka dollë para kerit. Para kerit më ka dollë. Shemi, ja kështu, edhe kam dalë jashtë e kom përqa, jemi përqava si, por po të thëmë se një gjave që di. Këto pja thënë, kombjet tim që i kom këndu të rjetën, unë jam këngëtar, atletar ju e dini. Albin Kurtin, jo, dëne më se dëne. S'ka me mujtën kush me mashtru. Një, edhe kur pe nuk o me lëshu. Elshon posin, do më thonë, Elshon, a jep dërheqe, thot, por me lëshu si do këto që, edhin, banë edhe, a pas ta Elshon pe, s'ka maja. Po shpresojmë që të jetë ashtu, Shemi, se si dhije dheri në fund. Unë qëndroj prapa kësaj. Mirë, Shemi po qëndroj prapa kësaj, po gjithsesi nuk i dihet se çka të ndodhë edhe në të ardhmen e afërt, si do që tjetë, ne kemi dëshirë që të ndodhë ashtu. Tani është koha të aftojmë Gazmend Mehmetin, Gazmend, skena për ty me këngën e Shemit dhe Ilirëve. Dy pikalot më pikon, një elegji e rikujton, elegji që më plagoj. Sa vite pane kaluan, sa gjëra kam rishu, kusha dhe mane që na shoqruan, e sira i kam ulu. Sa gjëra kanë rishu, kusha dhe male që na shoqrua, e sira i kam ulu. Sa letra ti kam shkru, por as t'jesta kam dërgu, as ciri që m'je largu, në përfer kam kalu. Sa vite pane kalu, sa gjëra kam rishu, pusha dhe male që na shoqrua, e sira i kam ulu. Sa vite pane kalu, sa gjëra kanë rishu, pusha dhe male që na shoqrua, e sira i kam ulu. Zemrën time ti pusho, sto dhe nesër gjërë sa tro, jo e legjile të jeho, do shta dikun e ndëgjon. Ska e sa vite pane kalua, sa gjëra kanë rishu, pusha dhe male që na shoqrua, e sira i kam ulu. Sa vite pane kalua, sa gjëra kanë rishu, pusha dhe male që na shoqrua, e sira i kam ulu, e sira i kam ulu, e sira i kam ulu.
Faleminderit shumë Gazmetit. Gazmeti përgjigje goxha e mirë e një ndër këngëve më të popularizuara menjëherë pas Xhamadanit Via Via. Sa vite kanë kaluar, kjo këngë apo na tregon më shumë Shimi për këtë këngë, sepse edhe kjo ka marrë për masa shumë ndas sikurse në atë kohë. Kjo është këngë për të dashuruarit. Unë kështu e them në koncerte. A ka të dashuruar sonte këtu? Edhe pastaj vjen kënga sa vite. Po, kjo vërtet është një këngë shumë e bukur, edhe këtë e kam bërë unë. Unë po them, jo mu levdu që unë, po se ka edhe kritika, edhe kritikat i marë, por për këtë këngë s'kom pas kritika, kur është një këngë shumë e bukur, dhe është... Tekstin e kësaj këngë Shimi? Unë kom shkru. Unë ja kom identifikuar këtë atyre trive. A ka pas bëjt diçka me jetën tone personale dhe private? Jo, nuk besoj. Jo, përbesoj. Kështu s'kom pas. Ani pas ke godit tek masa, sepse... Unë kur shkruj, do me thonë, kam ke gjera, por pikërisht jo, pikërisht jo, vetëm se më ka ardhë ashtu. Me mare, t'i shletaj, 2 pika lëth më pikojnë, një legjeri kujtoj. Me siguri ku me dit, tash, mos më këtheti, genta... Po pikrisht për me të këthy në atë kohë, një neve për në vynë informacione, për në duen të dhëna, gjithë s'ka tjetër. Po ka pas atë se nësë këna pas këmë shkojnë në atë kohë, në ka në varë, në park, si gjeshëm në i cuca, në park, që atë të parku e këna pas afer, që atë të shkojshëm gjithë në të në një me veç të pacë, kur që tjetër? A kur që tjetër s'kri po? Të pushës, kur? Pas këtë qenë t'jem të mirë në atë kohë. Antojza po është ti kështu. Për besë, po, kone pa që pikë të në shëshqis aty, parë që aty që ishëm s'kina pas ku tjetër. Do i konë do karika të ushë. Po, s'pas ka qenë në kohëgja i ekspozumë parko? Që me u po edhe me... Po, unë ti më pyte mu, thashë, kejta ja me ka preokupuar në të me bërë këtë këngë. Që edhe në shkësh aty i palësha e me marë, dhe më thaj këthe filmin pak, qysh kemi jetu, qysh... Sa vite kanë kaluar, po dhe sa vite do të kalojnë që do të kemi Shimin s'kenë? A pretendon Shimi me ndryshu profesion? Jo, mos ka mas ko. Okej. Jo, unë e kom thonë tash kur isha, e kësha lënë edhe njerë e kom në 10 vjetë, e kësha kur isha lënë atër isha dalën, mos thëmë qka. E din, unë e kom thonë tash, mos i jom këthy, rikëthy, edhe me gagja rem ku me kënu. Shimi, sa i përket muzikës, muzika sigurisht i ka edhe ato anë të mira, po edhe ato të vështirat. Ka qenë njëherë, kur ti ke pas rast vdekje, këtë rast gjyshi nësë s'ka bëj. Gjysha ndjerë. Po, gjysha ndjerë. Ka pas ndru jetë, edhe ty të shdasht, do mos dëshmërisht me dojë, në skenë me këndu edhe ata, sepse doja nësë s'ka bëj, ka qenë aj që të ka shty edhe të ka thonë që du është me dojë pa tjetër. Po, edhe atë gjyshe shumë e kom deshtën, vërteta e deshe edhe nga kena pasën bra me maturës. Aty së mundet me më zavencu kërkosh, qysh? Krejt 500 zonës. Shumë kujto shkolla ekonomike ka qenë asdi. Edhe neve nga diqë, gjysha, ta unë e selësha aty thash, ty ben shkaje, tërte, mërteve. Dajnë ta me kom pasën shumë, ka qenë një rapt. Ato e kena pasën, ma shumë se dajnë me thonë, edhe halën e kom pasën, me thonë, 2 mota. I nga konë si një familë shumë e afer. E ta i trengon dy ta. A me shkuta ti me këndu ta. Edhe zonit të me ta një vitë. Ajde, sa vdeqë, thaj, veç me vëros, jo. Nesa me kemi vëros. Qysh me shku me këndu, tha, qash të tha me shku me këndu. Tha se, qysh, ajde, qa me bata në tonë si të atë? Ajde, konën, i ka pasën vjetër, po, i ka pasën, e rujshëm na, gjdo, se ajo vjetër. Por, une ato e kom deshë shumë, për stepën. So ka qenë e vështirë me dojtë të para gjithë atyre nëzënzve, 500 nëzënzve, edhe të e di që mendjen toni, ty të ka shku një njeri shumë i dashur edhe... Edhe, se thojnë, po dhe, s'kanohat ashtë, s'po du më këti nga ta, veç që po thëmë që e kom pasë shumë vështirë. Kjo është mirë me ju tregu edhe gjithë atyre do të thotë që nuk e din se definitivisht është gogja sakrificë. Qofshin ata këngëtarë, qofshin ftyra publike, qofshin sepse nuk të intereson ty
qofshin shikust, apo edhe dëgjust, apo edhe mysafirët që janë në ata heng, do të thotë se çfarë keti, a je nervoz, apo ke edhe rast vdekje. Ata se din, për natyrisht. Edhe ti prap se prap duhet mjë servu buzëqeshje, me zërin tuaj do të thotë mi përmbush me këngë, e të tjera. Por nuk është e lehtë. Veç e di që ka qenë nota me e gjatë e ime, besëm. Nota me e gjatë e ime, thësha amarë në herë, bre. Veç, e besëm. E emocionum pak sheme në këtash. Jo. Mirë, e thrasim tani në skenë, është Sidorela Kelmendi, po Sidorela do tjetë zbashku me tyshe në një duet pra këtu në Sing My Song. Skena për juve. Me shetit, me mlel trandofila, o djall. Hajde më bashkë shqipjer, oj lulja e alit, dek në mollës unë të pres me shamin e veçarit. Hajde më bashkë shqipjer, oj lulja e alit, dek në mollës unë të pres me shamin e veçarit. Hej! Oj lulja e alit, dek në dardhës unë të pres me shamin e veçarit. Hajde mëj bashkë shqiptier, oj lulja e alit, dek në dardhës unë të pres me shamin e veçarit. Me shamin e veçarit. Hajde mëj bashkë shqiptier, oj lulja e alit, ja të kroni unë të pres me shamin e veçarit. Hej! Falimderit Sheme, falimderit edhe Sidorelës. Sidorela një zë mjaft veçantë edhe mjaft bukur. I sollët këto dy duetet mrekullueshme. Po, Sidorela, mirë, Sidorela është këngëtare, por edhe grupi quhet Sidorela, ky grupi që ishte. Kjo është e veçanta, do të thotë, sepse edhe grupi mban emrin e saj. Unë e bashkëpunoj me këtë grup, gitaristi tyre, Durim Taj Rukaj, i bje në këngët e mia. Dhe më thonë, jemi si më stëm se thënë edhe dy trupa një shpirt, ha? Exact. Edhe jemi ashtu, dhe me Sidorelën sot kom të mu për herë të parë. Për herë të parë kom të mu dojët me... Po definitivisht duhet diçka shumë e bukur. Duhet bukur, po vërtet spontanisht. Shumë e bukur, një duar trokitje shumë e madhe, edhe pse nuk ndalën duar trokitje qysh edhe ma herët. Këngëtare shumë e mirë. Po. Kjo... Se ka thonë fjallën e fundit ende, unë e besoj se së shpeti e ka të ardhmen para vetës edhe po shpresoj që kemi me po ati ku e meriton se definitivist Goxha zë edhe një këngëtare Goxha premtuse. Shemi nëse s'ki kur gjë tjetër me shtu, unë e ty të falenderoj shumë që ishe prezent këtu sonte edhe na solle definitivisht një atmosferë të mrekullueshme. E po shihet edhe publiku që s'po ndalet në asnjë mënyrë edhe me gjithë këtë duar trokitje. Po sigurisht skena do t'jetë për ty, me na i këndu edhe disa këngë, ti, jo duete, po tua tamam, edhe ne do t'a përmbyllim pastaj edhe këtë mbrëmje.
Faleminderit për ftesën që na keni vënë. Unë jam i kënaqur shumë. Unë do ta shikoj edhe në televizion, kështu ma. Sigurisht. Se si duket edhe atje, por sa nga anën këndi im këto ka qenë në bukur, vërtet bukur ka qenë. Faleminderit shumë Sheme.
qirit të mos mbetem, të venitem të diqem dot, këtë dëshire kam sa mot. O asjarit nuk i truen, dhe kur zdua që të shuen, do të diqen me dëshir, që të bëj dritë sa më mirë. Kur më shifni se jam tretur, mos mendoni se kam vdekur. Jam I qalle, jam në jet, jam në dritën e vërtet. Une jam në shpirtin tuaj, plagën time se meri huaj. Une jam në shpirtin tuaj, plagën time se meri huaj.
I lived like a drifter, waiting for the day when I take you and you sing your song. Maybe you'd say, come lay with me, love me, but I will sure stay. But I'm going older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess our love has been a soldier for two. Many times I've been a traveler, looked at something new. In days of old, midnight cold, I wandered without you. Those days I've been seeing you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm going older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess our love has been a soldier for two. I can hear the sound of a windmill going round. I guess our love has been a soldier for two. I guess our love has been a soldier for two. Faleminderit edhe grupit I Lirët për këtë mbrëmje të mrekullueshme që na keni sjellë sonte në Sing My Song. Faleminderit që na keni ftuar. Ka qenë atmosferë e mrekullueshme vërtet. Motis nuk kam kënduar në një atmosferë të tillë. Shumë shëndet dhe shumë suksese. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që ishin me ne për këtë orë. Ne do shihemi sërish javës që vjen. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.